Drejtoria vendore e Policisë Shkodër ka finalizuar operacionin e koduar produkti duke vënë në pranga 3 shtetas të dyshuar për kanosje me qëllim përfitimin e pasurisë dhe ushtrim të aktivitetit të kundërligjshëm në fushën ushqimore. Në kuadër të operacionit të zhvilluar nga seksioni për hetimin e krimeve të rënda në bashkëpunim atë të krimeve ekonomiko-financiare në drejtimin e prokurorisë, u arrestuan shtetasit GB 67 vjeç dhe EB 33 vjeç Babe Bir, si dhe AB 61 vjeç, të 3 banues në Shkodër. Sipas hetimeve, këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kanosur për motive të dobta 2 shtetas Babe Bir me qëllim përfitimin e pasurisë. Gjatë kontrollit në aktivitetin tregtar të 2 prej të arrestuarve, policia konstatoi se prodhoheshin produkte ushqimore të pamiratuara nga autoritetet përkatëse dhe në kushte jashtëstandardeve higjieno-sanitare. Si rezultat u bë bllokimi i aktivitetit dhe u sekuestruan etiketa dhe stampa për 8 produkte të ndryshme ushqimore, si dhe 3 aparate celular në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprat penale, shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë, kryer në bashkëpunim, fshehja të ardhurave, pastrimi i produkteve të veprës penale, mashtrimi me produkte ushqimore dhe prodhimi i kundërligjshëm i madhrave industrial dhe ushqimor.